Shpallen projektet fituese të financuara në kuadër të programeve kombëtare të kërkimit shkencor dhe inovacionit për vitin 2025, me një rritje prej 40% krahasuar me një vit më parë. Ministria e Arsimit ka financuar 181 projekte në 6 programe kryesore, duke shënuar një tjetër hap të rëndësishëm në përmbushjen e prioriteteve kombëtare për zhvillimin e kërkimit dhe inovacionit. Ministre Ogerta Manastiliu theksoi rëndësinë që ka mbështetja e kërkimit shkencor për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit dhe angazhimin e qeverisë për të rritur çdo vit fondet dhe mundësitë për kërkuesit shqiptar. Pak ditë më parë janë hapur dhe negociatat për një grup kapitujsh, 2 prej cilave i përkasin arsimit, kulturës, sportit dhe tjetri, kapitulli 25, i përket shkencës dhe kërkimit shkencor. Dhe tashmë jemi vendosur në të tjera kondita që ne na duhet jo vetëm të punojmë edhe më ngushtësisht së bashku. Dhe kur them së bashku, nuk kam fjalën vetëm tek universitetet. E kam fjalën edhe tek biznesi, dhe tek diaspora akademike, dhe tek ndërkombëtarizimi i kërkimit shkencor si element të cilët ne na vendosin dhe na japin më shumë potencial për të arritur edhe më shpejt, në mënyrë edhe më të qëndrueshme, rezultatet në fushën e arsimit lartë, cilësisë së arsimit lartë, cilësisë mësimdhënies, cilësisë së kërkimit shkencor. Unë mendoj që në të ardhmen mund të shikohet mundësia e mbështetjes së projekteve, të dy lloje të projekteve, pra që unë përmendën përputhje me nevojat rajonale, se nëse ne do mendojmë që të do nëllë një ditë dhe do filloj, sepse diskutimet kanë filluar për profilizimin rajonal të IALV, atëherë dhe financimi i projekteve duhet marrë këtë drejtim, qoftë atyre të laboratoreve, apo projekteve kërkimore, qoftë ato individuale, apo me grupe pedagogësh. 6 janë fushat prioritare që mbulojnë këto projekte: biodiversiteti dhe mjedisi, bujësia, ushqimi dhe bioteknologjia, shëndetësia dhe shkencat mjekësore, sistemet dhe teknologjitë e informacionit, shkencat sociale dhe albanologjike, si dhe uji dhe energjia. Manastiliu nënvizoi se publikimet ndërkombëtare janë treguesi vërtet i progresit dhe ambicjes për rritje të cilësisë së kërkimit shkencor. Projektet vërtet të kenë jo vetëm një impakt të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik, social dhe teknologjik të vendit, por edhe të zhvillojmë ato që për ne, por edhe si një detyrë që kemi dhe nga hapja e negociatave, gjithë përfshirjen dhe multidisciplinaritetin. Multidisciplinariteti ne do të na japi zhvillimin e vërtet. Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuçi fitoi 4 projekte, 2 vijnë nga thirrja piksh, ngritja e laboratorit dozimetrik sekondar në departamentin e fizikës dhe krijimi një Fab Lab për ekonominë qarkulluese në Fakultetin Ekonomik, ndërsa 2 të tjera vinë në fushën e kërkimit shkencor, departamenti i psikologjisë dhe punës sociale dhe ai letërsisë dhe gjuhës.